Kjo është një matematikë e klasës së 6 dhe ky tjetri një tekst i klasës së 7 në shkollën Lidhja e Prizrenit në Tiranë. Nëse i shfleton të dy librat, gjen të njëjtët kapituj mbi të njëjta tema mësimore që lihen përgjysmë në një vit për të rinisur në tjetrin e kështu me radhë. Ky është i jashtëquajturi mësim spiral që përdoret ende në sistemin ton parauniversitar. Nxënësi mbi ngarkohet me shumë koncepte që i merr në mënyrë si përfaqësore e përmendësh. Mësoj afërsisht rreth 5 orë në ditë. Dhe më shumë kemi teori, ne domethënë nuk arrim ta mbajmë dot atë mend ato që kemi lexuar më parë. Prandaj është e nevojshme që të nënvizojmë fjalët dhe kur shkojmë në klasë domun të përsërisim edhe një herë. Është pak e vështirë që nuk ato dije që mësoni ke vetëm teori, vetëm fjalë, vetëm numra. Një nga mësueset e kësaj shkolle na tregon se mbi ngarkesa e teksteve mësimore krijon përshëllëqe tek nxënësit dhe i lë ata pasiv gjatë orës së mësimit. Si e zgjidh mësuesi ushtrimin, po e zgjidhim ne. Kur vjen puna të mësoj një teorem, të mësoj një vërtetim teoreme, e kanë shumë të vështirë. Ne shohim pika të dobta, pika të errta që i ngelen nxënësit. Ndoshta nga numri i vogël i temave të atij kapitulli, nga mënyra se si është kaluar shpejt e shpejt ose disa shumë tema brenda një kapitulli, njëra pas tjetrës, me një numër të vogël ushtrimesh. Kjo metodologji mësimore, ku teoria është në plan të parë dhe nxënësi nuk bëhet pjesë e lëndës, do të ndryshojë me reformën në sistemin parauniversitar. Ajo do të nisë fillimisht me klasën e parë dhe të 6 si dy momente ku nxënësi kalon në një nivel të ri studimi. Tekstet do të kenë më pak fluks njohurish dhe më shumë praktik.